Pas marrjes së detyrës si kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti ka lënë të zbrasta 2 pozita në qeverinë e mashinisë së Veriut, ndërsa ende nuk di se kush do t'i zëvendësoj funksionet që ai mbante më parë. Kryeministri Kristian Mickoski tha se është i hapur për të biseduar me të gjithë partnerët e qeverisë për rikonstruimin e qeverisë pas zgjedhjeve lokale, ndërsa bëri të ditur se rikonstruimi pritet të ndodhë pas kongresit të VMRO-DPMNE-s, respektivisht pas 6 dhjetorit. Para çdo hapi duhet të mendohet mirë nëse zgjidhja e re kadrovike që do të vinte do të jetë më e mirë se e kaluara normalisht. Kështu që është proces i analizës serioze. Tani jemi të fokusuar në kongresin e partisë që do të ndodhë me 6 dhjetor, ndërsa më pas normalisht në suaza të partisë duhet struktura të bëhet dhe paralelisht me atë proces do të mendojmë për lëvizje të caktuara të kuadrove nëse ka nevojë. Unë jam i gatshëm me të gjithë aktorët në qeveri të ulem, t'i dëgjoj idejtë e tyre, por sërish do të them, mandatari i qeverisë jam unë. Sa i përket propozimit që zëvendësues kryeministri i parë të jetë Bekim Sali në vend të Izet Mexhitit, Mickoski tha se ka mendim shumë të lartë për të, por megjithatë tha se Vlenit nuk do t'i takojë një ministri më shumë. Ky është vendimi i partnerit tonë të koalicionit. Unë kam mendim të lartë për Bekim Sali. Absolutisht, këtu nuk duhet të ketë asnjë dilemë, por kjo nuk do të thotë se do të ketë një vend shtesë në kabinetin qeveritar. I pyetur nëse ka kontaktuar ndonjë prej partnerëve të Aleancës Kombëtare për Integrim me kërkesë për të bërë pjesë e qeverisë, Mickoski tha se nuk ka folur me askënd për tema në lidhje me qeverinë.